Përshëndetje dashur miq, siç ju njoftova edhe më parë, me mua në studio ndodhet zoti Rakopaja, sekretar i infrastrukturës dhe energjisë pranë Partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje zoti Paja. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kemi. Zoti Paja, bazuar në eksperiencat tuaja personale dhe profesionale, sa ka ndryshuar sektori energjetik ndër vite? Faleminderit për pyetjen, kjo është një pyetje me shumë rëndësi. Eksperiencat e mia personale që nga 2014 që njoh fushën e energjisë në Shqipëri, ishte në atë kohë shumë rënd, ku dritat fikshin për ditë. Ndryshime ka, po prap janë të ngadalta. Në ato vite, për herë të parë u themelua energjia fotovoltaike, e cila nuk ishte parashikuar ndonjëherë për territorin e Shqipërisë. Falë këmbguljes për të ardhur kjo teknologji në Shqipëri, sot në Shqipëri prodhohet rreth 10% energji e pastër nga dielli. Kjo energji është e ardhme e Shqipërisë, e Shqipërisë natyrore. Nëse do kishim patur që nga fillimet tona mbështetjen për këtë sektor, sot do flisnim me një përgjegjësi tjetër për energjinë, e cila radhë parë nuk do mungonte dhe do kishim vetëm eksport energjie. Nuk do kishim import. Ne akoma vazhdojmë dhe importojmë. Ku Shqipëria i ka të gjitha mundësitë të eksportojë energji dhe jo të importojë. Janë mundësitë në këtë vend spektakolar që e ka falur Zoti. Faleminderit. Zoti Paja, sektori energjetik ka hasur problematika të shumta abuzive në mbifaturime. Si ndikon kjo në popullatën shqiptare? Tu vazhdon akoma pa aftësia e autoriteteve që nuk i kanë kontroll mbi faturimet. Sot teknologjia ta mundson që të paguash aq sa harxhon. Ardhja jon, këtë do ketë pikë të parë, ku nuk do ketë asnjë mbi faturim, por do ketë prioritet mbështetje nga qeveria, ku ne do pajisim të gjithë shqiptarët me prodhim të energjisë me zero kosto nga dielli, të cilët për çdo familje shteti shqiptar do japi 30% grant nga kredit e shtetit. Dhe që t'i japësh kredi, do t'i marrësh diku. Ne do bashkëpunojmë me kompanitë më të mëdha të botës, të Amerikës, të Gjermanisë, të Austrisë. Këto kompani do investojnë në Shqipëri për një afat 15 vjeçar dhe do kenë detyrim ligjor që këtë 30% ta krijojmë për popullatën tonë, që të ndihmojmë pensionistët që janë të lënë vetëm nga emigrantët. Kemi pensionistë që sot kohët e fundit po i gjejmë të vdekur, më falni për këtë shprehje, por është e tmerrshme për shqiptarët, kur ne kemi patur të rëndësishëm dhe kemi të rëndësishëm baban dhe nënën. Është mëkat. Ju drejtojmë të gjithë juve vëllezër dhe motra. Mos i lejoni që prindit të kenë fatkeqësi dhe t'i gjesh mbas një jave e zhyna. Të krijojmë dhe të kthehemi në Shqipëri. Shpresa e kombit është këtu në Shqipëri. Shqipëria do bëhet fal misionit amerikan dhe fal misionit të profesorit që është këtu në Shqipëri. Për ne shqiptarët është fat. Për ne shqiptarët është fat që kemi të tilla nisja dhe mbështetje nga fuqitë më të mëdha sot të botës. Ju e shikoni se bota po merr një rend të ri. Shqipëria me kufi natyrore është mbyllur dhe do bëhet fakt i padiskutueshëm. Ju i shikoni, ndërkohë gazetare, të gjitha rrethanat që flasin për një Shqipëri me kufi natyrore, ku mbështetja është shumë e fortë nga Amerika. Faleminderit. Zoti Paja, infrastruktura në Shqipëri është e lënë shumë pas dore, si në zonat rurale, ashtu dhe në zonat urbane. Çfarë do ndryshoni në vazhdimsi për plotësimin e nevojave automobilistike për qytetarët shqiptar?
Faleminderit për këtë pyetje shumë të rëndësishme. Jo e lëm pas dore, por sot Shqipëria nuk ka rrugë. Por Shqipëria është harruar këtu e 100 vjet. As gjyna. Shqipëria do ndryshojë me kohë dhe me ritëm shumë të shpejtë. Ju, të gjithë qytetarëve do u duket ëndër, por ne e themi përgjegjësi të plot. Brenda 2-3 muajve Shqipëria do ketë një ndryshim spektakolar. E para, nuk do ketë asnjë fshat pa rrugë. Pse? Janë të gjitha mundësitë. Shqipëria i ka të gjitha mundësitë. Thjesht vëmendja nuk ka qenë në Shqipëri, por ka qenë në shtetet e tjera, si Greqia, Serbia dhe më tjerë. Qeveria dhe shpresa e kombit, vëmendja do ta ketë tek qytetarët dhe tek Shqipëria natyrore, e cila do pajiset me rrugë, autostrada, të cilat do mbarohen brenda 3 muajsh të qytetar, nuk ka me punim me rrugësh të jetë 2 vjet, 3 vjet, çiko çfarë po bëhet punohet, jo, këto do ketë mbaruar, këto kanë marrë fund. Çdo kontratë do zbatohet, kushti I parë është afati. Kushti I dytë është të përfitojnë qytetarët. Dhe kushti I tretë është të gjitha kompanitë që e kanë mundësinë të investojnë për zhvillimin e Shqipërisë, patjetër do marrin fitim, por një fitim I cili do ngelet dhe për qytetarët shqiptarë. Qytetarët shqiptarë duan rrugë, duan kohën dhe të pagojnë sa më pak taksa. Kjo do mundsohet nga shpresa e kombit, nga qeveria jonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Zoti Paja, në fakt doja të prekja pak një kauzë shumë të rëndësishme, e cila janë të rinjt e Shqipërisë. Çfarë mesazhe keni për ta, për rikthimin e tyre që ndodhen jashtë vendit tani? Unë të rive u them dhe I shoh në sy, ju lutem, ktheuni në Shqipëri. Shqipëria ka vende shumë për punë, për ju, që e keni mundësinë dhe dëshirën të punoni. Shqipëria do jetë një vend I begat, është mbyllur kjo punë. Amerika e ka vendosur që Shqipëria të jetë qendra e Evropës. Nëse nuk e kuptoni, kohët janë shumë të shkurtra dhe ndryshimi do vi sa më shpejt. Hajdeni sa më parë të zini pozicionet në këtë parti, e thënë tek shpresa e kombit. Ne duam intelektual, njerëz punëtor që punojnë për kombin shqiptar, që punojnë për nenën, për baban, për motrën, për vllan, për shqiptarët. Hajdeni në Shqipëri. Shpresa e kombit ju pret bashkë me profesorin në krye, që do bëhet ndryshimi dhe me të rinjt bëhet ndryshimi, ju mirëpresim në Shqipëri. Së shpejti, sipas profesorit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë mbështetja kryesore e shpresës së kombit, Shqipëria do ndryshojë me ritme të shpejta dhe e gjithë Evropa do ketë zili. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju shikues të dashur, shihemi sërish nesër, natën e mirë. Faleminderit.